World Cup në RTK Radio. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Shamir të Sportit, po fillojmë edhe me një emision të radhës special që në tërësi do t'ja kushtojmë kampionatit botror të futbollit që tashmë është në fazën përfundimtare të saj. Sigurisht që do të flasim edhe me panelistët e radhës për ndeshjet që janë zhvilluar dhe ato që na presin në ditën e sotme, sepse Franca dhe Spanja do të jetë çifti i parë gjysmëfinalist i këtij kampionati botror. Sonte në orën 23 sipas kohës sonë do të luajnë Anglia dhe Norvegjia, kurse në orën 3 pas mesnate, pra në ditën e nesërme, Argentina dhe Zvicra që do ta kompletojnë edhe gjysmëfinalin e edicionit të 23 të kampionatit botror të futbollit. Unë jam Edmond Thaçi, koçiri juaj. Faleminderit të Vlera Sport për këtë skenografi të bukur që jeni duke e parë. Ata të cilët në këto momente mund na shikojnë edhe në faqen tonë zyrtare të Radio Kosovës në Facebook, ju mund ta bëni follow nëse eventualisht nuk e keni bërë. Krahas FM do thotë krahas valëve të Radio Kosovës, ky emision po transmetohet drejt për drejt edhe në Facebook. Sot kam kënaqësinë që të prezantoj dy mysafirë të radhës, jashtëzakonisht emrat e njohur të sportit e veçanërisht të futbollit. Në krahun tim të djathtë është Astrid Ajeti, ish trajner futbollist, analist i futbollit. Astrid, mirë se erdhe në studion e Radio Kosovës. Gjithmonë me juve. Po të pëlqen studio? Shumë. Një atmosferë e mirë, një qetësi relative edhe tamam për me bënë analizat më të mira për këtë kampionat botror. Faleminderit shumë për ardhen. Në krahun tim të majt është kolegu im gazetari i sportit shumë vjeçar, Bekim Aliu. Bekim, mirë se erdhe në studion e Radio Kosovës. Mirë se jeni, faleminderit për ftesën dhe është kënaqësi që edhe këtë herë sikurse edhe në shumë emisione tjera të edicioneve të kaluara të qoftë të kampionateve evropiane ose botërore të futbollit kam qenë planisht në këtë studio. Ndërsa me këtë rast edhe unë sikurse e thatë edhe ju pak më herët falenderoj kompaninë Vlera Sport për këtë skenografi, e cila mbase duket shumë e bukur dhe i përgëzoj pronarët e kësaj kompanie të cilët gjithmonë kanë qenë afër sportit. Faleminderit shumë, sigurisht që i bashkohemi këtij urimi. Faleminderit edhe ekipit realizues, është një përbërje, një ekip i gjerë, duke filluar nga producenti në emision Faruk Bajrami, organizator Remzi Mustafa, pjesë e redakcisë së sportit Fatos Preniçi, Fitim Ramaj edhe Agron Çuni janë në pjesën teknike. Faleminderit shumë ata të cilët po bëjnë një punë të jashtëzakonshme që ne të dëgjohemi pastër dhe natyrisht të dukemi mirë në aspektin teknik. Faleminderit shumë dhe natyrisht jemi në atë fazën përfundimtare sepse kanë mbetur edhe pak ditë. Janë vetëm edhe 8 ditë deri tek finalja e madhe e këtij kampionati botror, pra që do të zhvillohet më 19 korrik. Do ta nisim me mysafirët dhe bisedën, duke marrë parasysh që tham po transmetohet drejt për drejt në valët FM, në valët e Radio Kosovës dhe në faqen tonë zyrtare në Facebook. Astrid, tashmë kemi çiftin e parë gjysmëfinalist, Franca-Spanja. Një klasike e futbollit evropian që do të ballafaqohen mes vetë dy prej ekipeve që edhe para fillimit të kampionatit ndoshta janë treguar apo janë konsideruar favorit. Unë mendoj që Franca me Spanjën është një finale para finales, domethënë edhe për fat keq që kalon në gjysmëfinale, por kjo është kishte më qenë një finale perfekte me këto dy ekipa që kanë individ shumë të mirë në radhët e tyreve. Unë mendoj që Spanja ka një ekip të re, e cila është mjaft mirë e komponuar në fazën defanzive, ashtu edhe në fazën ofensive, po Franca për momentin është sipas gjithëve edhe sipas meje është një nivel tjetër, siç duket, po lun atë futbollin total, domethënë me një prekje edhe po vinë shumë shpejt deri te golla, dikon prej 3 deri në 5 sekonda po vinë deri te golla kundërshtare, domethënë sipas statistikave që kanë bërë dhe po janë mjaft produktiv. Spanja ka atë futbollin tiki-taka që ende i ka met, domethënë është sistemi i Barcelonës, ndjen loj për shembull që lojtën me Belgjikën, domethënë lojtën 6 lojtarë të Barcelonës. Faktikisht ke gjysa e ekipit, 60% e ekipit të Barcelonës. Franca po është shumë e mirë në fazën e mesfushës, po në fazën, domethënë ku për çka luhet futbolli, për shembull për golla, domethënë po është shumë e ngërst. Deri me tash ka bën një lojtar sikur ky Merino, për shembull, që u bën
që ishte një fat për Francën që ka edhe në kampionatin evropian kur kanë qenë para 2 vite, Merino ka qenë kyç lojtar, domethënë që ka bë golat vendimtare, si në gjysmëfinale edhe në finale. Një joker i De La Fuente. Edhe po del që është joker i mirë edhe zavendësimet e Spanja po janë shumë qëllume. Treneri domethënë si një trener që ka punu me grupë mosha 3 dhe i nxeh shumicën 80% të kësaj ekipe që e ka. Faktikisht e ka përcjell edhe është zinxhir, domethënë se kur punohet në afat gjatë, faktikisht çaj është zinxhiri për shembull edhe suksesi i një kombëtare ose një ekipi ose një futbolli, për ata shkojnë për shembull me kohë gjata që për me punu, për me arrit. Nuk mundesh të në futboll për 6 muaj, 8 muaj ose një vit me nxjerr një ekip për shembull top. Po ato shkojnë me plane, domethënë pe grup moshave të reja, pe 13, 15, 17, 19, 20 nishit, pastaj dolën te ekipa e parë. Unë mendoj që ka me qenë një gjysmëfinale shumë e mirë, edhe pse gjithve favorizojnë Francën, unë prapë kam ato mendimet e mia që Spanja ende nuk e ka luajtur atë lojën e vet, që din me luajë se faktikisht kundërshtar s'pja punojnë se po luajnë futboll si tu es. Vetë so po vjen, nuk po bën, domethënë spektakël, po vjen deri te ajo pika për shembull që çaç po mbyn edhe çaç po du me marr. Çashtu edhe treneri është një trener shumë profesional, domethënë ky La Fuente, i cili i nxjelitor edhe faktikisht ky pedin ato çapo don, edhe me Francën nuk janë që ata ju tutën, se ata kanë lojtar, gjithë lojtarët janë në ekipet noja, domethënë Spanjës. Unë mendoj që ka me qenë një ndeshje shumë, edhe mendoj që ka më vendos fituesi në kohën e rregullt, kanë me shku në lojë shtesë edhe ata shamrin të penaltia jo nuk e dim varet këtë pe përgatitjes fizike dhe lodhjes që kanë, domethënë se ky kampionat është një kampionat që ka lojë më shumë sikur kampionatet tjera, edhe faktikisht mendoj që lodhja edhe kush e ka bankën më të fortë, edhe pse e dina që dyja e kanë, faktikisht këta Spanjës nuk janë çaq që kanë emën, për shembull banka e Spanjës, janë do që luajnë për Atletico Madrid, në për ekipe që po thojna nuk luajnë Paris, Celta Vigo, po ata janë lojtarë profesionale edhe treneri, për shembull treneri është një lojtar Orzabal, që për shembull na këtë po thojna Spanja nuk ka killer lojtar, po ai ka thonë që është në 4 lojtarë më të mirë sulmues në botë. Faktikisht aty po tash derisa të vjen ajo dhuntia e tina për me bo gola, faktikisht është të zavendësu Merino, po dikur kanë me dhes. Edhe Jamolli, domethënë, po vjen ka orpi një lendimi, tash i vjen rikuperim se edhe ka një mosh për shembull në mesdhjetësore që aty domethënë na kërkush mund me prit petina diçka të jashtëzakonshme. Po ky din me kon kanë jashtëzakonshme edhe pse 1-1 është shumë i rrezikshëm, edhe mbrojtjen që ka Franca mendoj që ka me bu probleme shumë të mëdha Francës. Beko pak a shumë është prit, do të thotë një rivalitet i madh, po që fati deshi që si stada Astriti në gjysmëfinale do ta kemi një përballje Francë-Spanjë. Po para se të filloj kampionati bëhet ajo skema mënyra se si do të bën ose si do të përcaktohen grupet, sistemin e ona më dhe ona djathtë e shortit, sidoqë që të jetë ndeshja e parë gjysmëfinale e këtij edicioni të kampionatit botëror të futbollit është njëra për ndeshje e cila sipas mendimit tim do të jetë ndoshta ndeshja më e mirë, për arsye se nëse shikojmë përbërjen e të dy ekipeve kombëtare, shohim aty emra të mëdhenj si të Spanja, po ashtu edhe të Franca, ndërsa për atë që tha Astriti se është një finale para finales është më së vërtetë sepse këtë herë do dëshironim që në finale të jenë dy ekipe evropiane, po jo që se Argentina nuk e meriton, por do të thosha që një finale e tillë po të ndodhte, po që nuk do të ndodh, atëherë do të ishte një ndeshje sistemin e gazetar sportiv për gurmanët e futbollit. Sido që të jetë kushdo që do të jetë pjesë e gjysmëfinales nga ona e djathtë e tabelës sistemin do të shohim ose do të jemi dëshmitar të një finale shumë të madhe, paska se aty në finale zakonisht e dim dhe trajneri Astrit e din mirë që në ndeshjet e mëdha vendosin nuancat e vogla. Për këtë arsye, unë shpresoj që nëse flasim tash vetëm për gjysmëfinalen Spanje-Francë, aty do të shohim një ballafaqim të jashtëzakonshëm në cilin do repart. Unë pajtohem me Astritin që tha se të dy ekipet kanë lojtarë cilësor, mirë po unë me këtë rast do të veçoja në njërin prej tyre që mbasi më kalon përshtypje jashtëzakonisht të mirë, është fjala për tashmë një futbollist shumë të njohur, antar në
Bayernit të Munit Olise, i cili në ekipin e tij në Bayern nuk luan në pozitën që luan tash në kombëtarën franceze, por që kam pasur që është një lojtar kyç, i cili në momente të veçanta vendos pasimin e tij të fundit për bashkëlojtarët e tij. Nëse edhe Spania do të kishte një futbollist të tillë, mund të themi që Pedri është një i tillë, po megjithatë Pedri luan më mbrapa, po sidoqë të jetë do të shohim se aty vetëm një gabim i vogël ndoshta mund të vendosë për fatin e finalistit. Sidoqë të jetë, unë shpresoj që kjo ndeshje do të jetë njëra prej ndeshjeve më të mira, ndoshta edhe prej ndeshjeve më të mira të disa kampionateve të fundit botërore. Sonte do të ballafaqohen Anglia me Norvegjin, kurse në orën 3 pas mesnatës Argentina dhe Zvicra. Këto dy përballje në shoh që rivalitet mund të ketë një rivalitet jashtëzakonisht të madh në ndeshjen e parë që përmendet ju, Norvegjia-Anglia. Unë me këtë rast do të falenderoj njërin prej kolegëve të mi gazetarë, në cilën këtë herë nuk do ta përmend, i cili që në njërin prej emisioneve nuk di në cilën prej kanaleve tona televizive ka thënë që Norvegjia mbasi do të jetë befasia e këtij kampionati. Ja përmendëm emrin, pse jo? Po e plumnisën të cilën unë e falenderoj, dhe ai ka parapas që Norvegjia do të jetë në mesin e tetë më të mira, por ndoshta ai mund të ketë menduar atë që do të jetë më lart. Sidoqë të jetë, Norvegjia nuk është ekip kombëtar që ka emra të njohur përveç Hollandit, të tjerët janë lojtarë që luajnë për ekipe jo të mëdha si themi ne, por ta kesh një Holland në ekip është sikurse ta kesh të marrë në kohët e mëhershme një Maradona, një Pele. Për arsye se ai Hollandi është mbase astritjes si trajner i densësit e tij dhe mund ta elaboroj më mirë son, e shoh që ai është një lojtar vlasës, i cili ka shumë çka në repertorin e tij, por nëse bashkëtarët e tij arrin ta shfrytëzojnë Hollandin, me siguri ky lojtar dhe tërë ekipi norvegjez do të paraqisin probleme shumë të mëdha kombëtarës së Anglisë, e cila për dallim për edicionet të kaluara si vjet duket më mirë, ndosë fillimin e kampionatit nuk e pat ashtu siç duhet, jo për nga rezultatet, por për nga loja, dhe shohim që dal nga dal, ose shkallë loja e Anglisë po vija aty ku ka vendin, dhe shpresojmë që Anglia në këtë ballafaqim do të ketë një përparësi krahasim me Norvegjin, për arsye se emrat të cilët janë pjesë përbërëse të kombëtarës angleze janë emrat të cilët na detyrojnë kushtimisht, themi kështu, të japim një dozë të përparësisë në këtë ballafaqimin e parë finale. Gjaka përballë Mesit. Është një fat jashtëzakonisht i madh që në mesin e 8 ekipeve ose kombëtarëve më të mira të këtij kampionati kemi edhe dy futbollistë shqiptarë. Është fjala për Granit Xhakën dhe Ardon Jasharin, ndërsa ballafaqimi ndërmjet Mesit dhe Xhakës e shoh një ballafaqim të interesant. Unë do se jam tifoz me Argentinën, sidoqë të jetë, unë shpresoj që në këtë ndeshje, nëse eventualisht Xhaka do të jetë në formën e tij më të mirë, për të cilën nuk kam asnjë fije dyshimi, atëherë do të paraqitet probleme jashtëzakonisht të mëdha Mesit, sepse Xhaka shquhet për grintin e tij, shquhet për agresivitetin e tij, por unë shpresoj që Xhaka këtë herë të jetë paksa më i qetë në ballafaqim me Mesin, për arsye se Messi është lojtar i tillë i cili mund të provokojë jo me sjellje jo sportive, por të provokojë me sjellje me driblingun e tij, i cili mbase mund të ndodhë që për fat keq mund të ndodhë që ndoshta ta çet nga vetvetja Xhakun, i cili sidoqë të jetë në këtë ndeshje do të jetë jashtëzakonisht i përgatitur psikikisht, sepse ka të bëjë me futbollistën më të mirë të gjitha kohërave Mesin. Stret, përballja Norvegjia-Angli pak a shumë është i njëjti mentalitet i futbollit. Unë mendoj që si grup Norvegjia është grup më i mirë, domethënë jo për individa, se në kampionatet botërore individa nuk e fitojnë kampionatin, por e fiton grupi. Faktikisht është një komponim i mirë, se ky trajneri që është tash në Norvegji është dikon që 14 vjet ishte trajner në Norvegji. Domethënë edhe ky ka punu në zinxhir, ka punu me këto gjeneratat, pastaj kemi pas suksesin asoj ekipit në Ligën e Shampionëve Bodo Glimtin, edhe kjo vjen si një periudhë punës edhe zinxhirore faktikisht. Edhe Norvegjia ka bën një ekip perfekt. Unë në kualifikues e kam përcjell Norvegjin shumë, edhe ka qenë
jo vetëm ekip, po ka qenë ekip dominuese edhe ndaj Italisë, 4 golla për shembull Italisë, as Franca s'ka mujt me dhon përpara, për shembull, të njoft Italinë për shembull që luni në mbrojtje Catanaccio edhe nuk merr golla shumë. Edhe lojën me Anglinë, unë mendoj që Beka e përmeni Hallandin, po Hallandi është që për shembull lojën me Brazilin ai 80 minuta nuk u ni, po 2 raste erdhën edhe kryti, faktikisht sulmues që ata janë. Edhe për ata besimi i trajnerit është për shembull për me lënë lejtor na thojnë aket që s'po jap maksimumin edhe në fund ai e vendos lojën edhe bëhet man of the match, po thonë. Faktikisht Hallandi është një lejtor që vjen në atë kategorinë e Ibrahimovicit, Suarezit, domethënë është sulmues killer. Domethënë ai nuk ta fal. I vjen një shansë dhe ai ato e shfrytëzon. Faktikisht unë mendoj që kjo është loja sondit është e barabartë, nuk ka favorit. Faktikisht unë në një anë pak më të vogël ja jap Norvegjisë, shkaku që ka grupin më të mirë se te Anglia kanë po disa probleme, i kanë mrena, po nuk pi shpasin në përfatësi, se ky trajneri gjerman e ka një ego të madhe, tash edhe ka pe gazetarëve, domethënë ka një sulm që për shembull si ka marr Umet pa mbrojtës djath, faktikisht se nuk i ka marr dytë që janë kon ai Real Madrid edhe Arnoldin edhe këtë tjetrin Palmer. Po plus Fodenin se ka marr, plus se ka marr Palmer. Domethënë janë kon lejtarë që janë konforme, po ai e din më mirë se trajneri për shembull kur të merr përgjegjësinë e merr vet. Nuk e merr me këta të tjerë, po është puna që Anglia është top ekip me individa, po loj mos më ka bin deri me lojën me Meksikën, faktikisht se nuk ka pas stabilitet. Me lojën me Meksikën e ka kallzuar në Angli, tamam që shkina shef me pa, faktikisht. Ai loj për shembull mujti Meksikën që asnjë humbi se ka që 30 lojë në atë stadion për shembull, në atë atmosferë impozante, faktikisht që din me bo ata në atë futboll të fort, edhe mu më ka befasu për të kallzoj Meksika me lojën që kanë kallzu, më ka befasu me ato grinda, me ato kundërsulme, me lojtarë me anash, o faktikisht kush do të kishte qellu atë ditë, edhe Argentina me pa qellu me Meksikën, besoj që Meksika e kishte rrëzuar Argentinën, po Anglia është një mentalitet që presin, ka nerva faktikisht, edhe faktikisht ajo ju rezultoi me pozitivitet. Edhe pse e patën një karton të kuq, koqa 30 minuta, më duket kanë luajtur pa një lojtar, ajo ke filloi hini ky trajneri filloi i nxurr kinin e i nxurr do lojtar sulmues edhe faktikisht rrezikoi që për me shku në lojë shtesë, po faktikisht ka një herë kur je trem edhe ndihmon edhe zoti që thuajnë në aspekt. Përballje Harry Kane dhe Haaland, do thotë dy prej sulmuesve që janë më të mirë në këtë kampionat të thotë. Unë e di që Harry Kane o kondi qysh i nemën, domethënë ka hup shumë finale sane, deri ai e shijoi të shkojnë Bayern, domethënë për me fitu behetu atë një kup me fitu për shembull në kampionatin sane, se me Tottenhamin në gjeneralin e kanë pas shumë të mirë, kanë ekipe e mirë, trajnerin Pochettino rregullisht janë shkuar në Ligë Championëve, kampion si bu Ligë Championëve, domethënë shkojnë deri në finalen, gjysmëfinalen, domethënë bishin, ama kanë pas ekipën top. Po aty ne ka vënë fat tash. Unë mendoj që Kini është përfundim karrierës, Hallandi është fillim, faktikisht Kini na dina që ai nuk ta fol për shembull, aty është i vetmi lojtar që më merr Anglinë përpara, faktikisht është Kini për shembull kthehet mbrojtjes edhe pse edhe Hallandi po kthehet tash, domethënë në 6 metë sesane e nuk e kanë ata egot e sulmuesve për shembull, që për shembull rrin sulm edhe nuk ka, për shembull sigur Mbappé atë e Francës për shembull se tjetër kush po ngan për të. Tek ta tjerë, unë besoj që Hallandi duhet me dalë pastët, edhe pse po të kallzoj një ansë më të vogël ato, po individ. Tash individ Bellingami është mirë që hiri në formë, edhe çaj është domethënë i plus i madh për Anglinë, domethënë kur Bellingami në formë është komplet ekipa e Anglisë formë. Nuk domethënë vetëm Kini, se Kini është vetëm një individ, domethënë që lun sulm. E tash sulmit do të më aqudi kushto pa deri aty për me bë gol ai. Bellingami është i vetmi ai që bën asista e bën. Edhe ky Gordoni domethënë që e mor Barcelona, nuk është një lojtar për që është nivelit lartë, apo tash po pritet të ka një farë, tash do lojtar për shembull që kanë bërë lojë të mëdha, ata kanë bërë edhe përvojë, faktikisht për ta një lojë gjysmëfinale, finale është një lojë e thjeshtë, po te këta trit është pak më problem, pse këta kanë ato emocionet e veta dhe nështë e kanë karrierën përpara, përsa ta mendoj që për një qik Hallandi ka me ko maj mirë. Gjaka dhe Messi. Tash, kjo është një loj
tamam kam ulu si kër me Amerika Latine me Evropë. Faktikisht këta Argentinasit kur din me shku deri në gjysmëfinale e bojnë anë grindën sikur Paraguaji. Faktikisht edhe tash nuk besoj që kanë merron provokime kundër Zvicrës ta që me bo në gabim për shembull që mu handikepu gjatë lojës. Loja ka me qenë shumë e fortë edhe pse Zvicra faktikisht është një ekip që stabile, nuk po thojna që është në Zvicër më e mira e gjitha kora, se kone e Gjerdan Shaqiri të kone më e mirë, po fati njëjtin fat e kanë posë me Argentinën para 4 vjete, faktikisht në çerek finale më duket e kanë zuar Argentinën me 1-0 në lojë shtesë. E kanë Di Maria që dha gol. Para 4 vjete më duket atje në Amerikë. Tash ta mujnë më bëre revanshim, unë faktikisht si shqiptar kam qef gjakën, edhe pse adhuroj futbollin e Mesit shumë, Argentinën jo si kombëtare nuk e kam qaq simpatike, po Mesin si lojtare kam adhuru, faktikisht se na ka bë të lumtur, na ka bë me dash futbollin që 20 vjet. Është fat për shembull për neve kur një lojtar 39 vjeçar, si për shembull me kështyr runën e ata i kanë buka 200 kg këta Ronaldo dhe Messi janë të lunë çat koale. Edhe është fat për neve për shembull një 31 vjeçar më ushty me Mbappén. Faktikisht ai kulmin e karrierës është Mbappé 27 vjeçar, edhe më ushty me to me gola, si me asiste. Domethënë ai hubi penallën, e boni një asist e boni gol. Njëjtin sen e boni Mbappé. Faktikisht ai Messi i ka ato të veta për shembull kur ka futbollist kulmin e karrierës e ka posë ata minutat e vet. Faktikisht 5 minuta, 4 minuta që ta ka vendosur lojën. Po është puna që mu barazu për shembull Haaland, Messi, Mbappé, Kane, me kon Messin e 4 me një 39 vjeçar, domethënë është fati ju, një qirnojna këtë epokë dhe shikojna ato. Edhe pse po të kallëzojmë ka shgënjy pak Ronaldo, se kom post qef rivalitetin atë Messi Ronaldo, se domethënë këta dy kanë mojt një karrierë konstante që 20 vjet, faktikisht edhe non-stop vit për vit se cili ka mënu ato rekordet e veta me thy, edhe që i ka motivu ata. Se mos më pakoni unë e bej tjetër, besoj që kish mujt dikush me vazhdu këtë karrierë. Po është rivaliteti për shembull që i ka shty. Edhe pse ai filloi me Argentinën, filloi me Portugalin mirë, po shkak që aty pa disa probleme me trenerin e me bashkëlojtarët e vet. Edmondo se mund të bëjnë ndërhyrje se ne gazetarët jemi të tillë që kudo që shohim nevojë për me bë pyetje për njerëzit profesionistë sikur në këtë rast asitin, një pyetje është nëse ke mundësi të përgjigjesh. A mendon se paksa është injoruar Ronaldo në ndeshjen me Portugalin? Do thotë nuk ka qenë i furnizuar me topa sikurse në kaluarën. Ja, na, për shumë. Se kam lexuar diku që është injoruar paksa ndoshta më shumë se Bruno Fernandes. Si mendoni ju për në këtë raport? Unë nuk mendoj që është injoru, po ata nuk e ka dhënë maksimumin. Domethënë as Fernandes. Do thotë si ekip. Po, si ekip nuk e kanë dhënë maksimumin. Na tu e poni Vitinha që për shembull ka kulmin e karrierës. Na kena thonë krejt para lojës për shembull që Messi besfusha e Portugalisë është bën shumë më e mira në kampionat. Ka pos ekip që ju afrohet. Bilem që po thotë Edmondo jo kanë një nivel Franca që po thotë, kjo kanë dy nivela me sfusha aty në Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, këti janë kanë lojtar kyç në për ekipet e veta dhe që kanë pas suksese. Po Ronaldo ne kam përcjellë edhe vitin e fundit. Unë tu Messin, po kam qef edhe rivalitetin me Ronaldo në përcjelli. Edhe kam pas që në Arabi Ronaldo Boaki Mosha edhe Mosha nuk ta imponon ty ato ndihmërinë ndaj topit me hub. Ata e shishin për shembull Ronaldo kon killer, kur vike aksioni, nuk shkoj ke me hime lejtar për shembull në 6 mes për me prit ato grindën e vet kthimin ose atë gjujtjen me bë, po kjo zakonisht do të tërheqen 6 mes, apo din. Tash ka kon taktika e trajnerit për shembull për nai edhe pse ata nuk kanë pas nai killer lejtar për shembull në sulm se ai Gonzalo Ramos nuk lujke. Ata faktikisht Portugalia ka lu pas sulmusur. Na dina që lojtë Ronaldo nuk është lojtar i sulmit, është lojtar i krahut. Faktikisht gjithmonë rrezikën e ka pas pe krahut, se kur e merr atë sprintin, kur e çetobën përpara për shembull si Mbappé asat, që e ka ashtu ku në Ronaldo. Faktikisht unë nuk mendoj se kanë injoru, ata janë mënuar me bëni dashni false, domethënë, jo si Argentina. Për shembull në Argentinë ti ke po na kanë rastis para se me dalë në fushë. Nuk është Messi krejt presin, sikur pa kryetare për shembull. Kur vjen Messi veç këshirën me veti, ai na gati po nisën. Këta mëneshin me bëdo çasti po, domethënë nuk e dhëske. Edhe shike si fals. Faktikisht unë mendoj që Ronaldo ka bërë shumë për Portugalin, edhe duhet me respektu shumë, edhe këta generaldat që luajnë edhe në Portugalistët, duhet me pas idhull Ronaldon, se Ronaldo për shembull kur u kon me 17 vjeçar, 18 vjeçar ka luajtur atë rolin me Figon e me atë generatën
Rui Costa e ken kon edhe ka mujt me bo vend në ekip që sot për shembull këta të rinj besoj që kishin mujt, po të kallëzojnë në sen futbolli është u bë biznes. Tash ti për shembull të mora ata miliona të sene të e po këto një muaj e gjys të e parashiku për shembull angles 60 loj edhe këto sene ku më janë qita të para valla këta të rinj të kanë qef me dal me shiu detin e sene edhe që aty po binda kanë njerë që po thom këta vet po dojnë kanë njerë me dështu për kampionatov që veç me shfrytzu tani pushime se kanë karrierë për shembull të madhe edhe po dojnë me ndërprej aty se kanë bo Ligën e Shampionëve me sane Kupa e Botës njerë 4 vjet fito shkov shumë mirë, shkov shumë mirë, domethënë në kohë seriozitet. Për shembull të ishe Argentinën e kisa të relaksume. Faktikisht edhe top e ekipit gjerbë dyqysh nuk u bëjke çash kiamet, apo den se ato qëllimin e kanë arrit para 4 vjetë, faktikisht e kanë kry. Tash çdo lojë që po shkojnë po thonë bonus, se çaty bonusi është e relaksi, pi u kushton këtyne, se pe marrin 2-3 gol, pse mbrojtjen e kanë, unë mendoj që ai Romero dhe ky që lunë Manchester Lisandro Martinez është top lejtor. Unë këtu një ndërhyet vogël. Me se unë si futbollist kam luajtur në pozitën e centërbrojtësit, ka bë përgjithësi Argentina skalonin një dyshje jashtëzakonisht mirë. Lisandro Martinez pasa më i shkurt, por që shkputën e ka të jashtëzakonshme dhe Romero më gjatë. Kur bëhet kombinimi i tillë, një centërbrojtës më gjatë, tjetri më shkurt, e më i lëvizshëm, e shoh që aty ka stabilitet në mbrojtje, ka harmoni. Këtë nuk e shoh ndoshta te Çadrolin spelun dje ke pos rastem sham Lukaku Korini lutje Belgjika s'diat kara. Vi ke topi nalt. Laporte veç ja jap keni. Po knikra edhe topi me Kubasi. I vet ke vet, faktikisht domethënë ajo është taktike lojës gjatë atyt. Po prap unë mendoj që Argentina mendoj tash edhe shpresoj nëse se po thonë me intervistat e tyre këtë po thonë na lodh. Nëse Argentina është nivel, faktikisht Argentina edhe në finalen kime pos në finale. Po nëse s'është nivel më të mërzua dhe Zvicra më Po mendoj se do të jetë një finale përsëritur para 4 vite? A unë maknina jam shumë më Spanjën. Po them që Spanja mos po lumë me Argentinën se Spanja dyshim më duket se ekipet të e mor shembull si Barcelona e para 15 vjetë. O kon top ekip. Edhe faktikisht një Atletico Madrid ju mshelke edhe rdzej kësë leke me shku në finale. Sa është gjëna për shembull e gjenerate Barcelonës si ka marrë 4-5 ligat çampionëve rën. Se akon që ashtu me Spanjën me këti morën, do faktikisht ekipa akon e programuar çështë. Sikur kjo tash që është, tash të mas 4 vjetë këta pjekën spanjollt. Se ke 17, 19, 21, faktikisht mas 4 vjetë ka me kon ekipa edhe mod Spanjë dhe Portugali dhe në Maroko më duket. Po do të jetë një Spanjë sikurse ajo vitit 2010 ose 2012. Po 12, domethënë planifikuar. Ta nuk e kam planifikuar me plan që për shembull 2026 me kon kampiona, se janë ripërtrirje të ekipës asoj ekipës që thash më para janë kom zinxhir, domethënë në përgrup mosha që janë kon kampiona Evrope. Edhe faktikisht nëse Argentina, domethënë merr çast për seriozitet, edhe pse aty serioziteti marrin këtë, po fillimi i lojës po kanë ardhur si dashamiri i futbollit si kur pe shef fillimin e lojës më herë për krijon atë bindjen si s'ka këtë, se për shembull pjesa porke Maroko Franca si se tham hiç. Kja Maroko top ekip. Edhe ai ish bu me çta lejtar ish bu me 20 që ish bu kampion bote para ky trajneri që kishin marrë. Po trajneri që është i shkolluar në Belgjik. Shumë trajneri mirë. Ato e kishin hek shkoku që Maroko u shku para 4 vjetë deri në gjysmën finale, po s'ka prodhu futboll. E ky ish për lujë një futboll total. Edhe ky e pat, po ju të Francës, faktikisht ata u dërzu në Alepa e fillu loja me emna, me sena, edhe pjesën e portlujke, pak ma Maroko ma gjallë, do më thonë, aty besoj që shtire ka iksh pas Franca, edhe pse detojet vendesën, se Franca nuk e pat, a i penali ke shumë që e hupin Mbappéja nuk e dhe qash bënd shumë penal, se që një qësimet më sanej, a i faktikisht nuk ish prej kes, po ka ditë me rëzu gjetoria tina dhe e nëzore penal. Edhe tani aja aksioni, për shembull kur e bën golin, ajo kemi shtrirje tina. Edhe tani mas 2 minuta faktikisht kur bën ekipa në futbollera ankon e kia rrezikën ose merr. Ka për 10 minuta, domethënë tani stabilizohesh edhe faktikisht je tjetër atë se njeh rezultatin, po këta provun, po nuk ma mosh në synin, edhe pse kom prit që Maroko ka më shkuar në gjysmën finale, po të kallzoj, po s'pat fat, i ro me Francën vështirë shumë. 48 ekipe pjesëmarrëse në kampionat botëror, 3 shtete, 16 qytete,
destinacione të larta, do të thotë fluturimi me avion e kështu me radhë. Si e vlerëson këtë kampionat botror? A ja ka qellu FIFA ju? Pa për marrë shambull vetën, kur kam qenë futbolist, për shambull e kena pos Prizren, Pej, Gjakov, me autobus kur shkojshë më thonë, kështë një farë lësë, do keme shku 3 orë për para, për shambull, se zakonisht na beka e din, nuk kena hongër atë ushqimin e si futbolist, që kena pos gjithë para lojës, faktikisht, u duhet me shku për shambull, shkojshëm Pej, u duhet në hotel Pejës, me shku 3 orë për para, lujshin një orë para neve, faktikisht disa e kryshin një lërë, na ishën bëk, sene tani për me shku në loj. Se o dofke neve na kanë mësu, që 3 orë për para du të me konë qaj ushqimi për me para lojës, faktikisht. Kon pak një lojë, edhe tash kur nisësh ti për shembull 5 orë me menu, se tash ti kur e kini lojë, për shembull, mirë, ku sidomos ku botës, ti nuk je sikur na si na thon 5 orë para lojës, tu menu vetëm për lojë, për ti je një muj. Nëse shkon grupe, faktikisht nëse fiton e ki fat, ti ki me menu 50 ditë. është një stres, është një presion. Udhëtimet shumëta, faktikisht tash ti dikush pej 20 letore pa qëllunja, për shembull që e munojnë udhëtimet s'ka, ose vjell, ose nuk njihet vet, apo të nësë aeroplane. Si është rasti te Norvegjia që po flitet që ka disa hoteloshe. Po hoteli me myk i kishin qenë në hotel, faktikisht në lexova dje, që kishte aty në ato kish myk. Apëtën në për qështë, tash ta ishin anku qeveria e Norvegjisë si mja undru hotelin aty në. Ta në këta kanë ardhë me ushqim të vetin, kanë morë dikon 3.600 ton peshqi me veti këshin morë, që kanë atë ushqimin e vetë preferuar. Nëse më lejot në të vjetë vogël. FIFA, si pas logarive të një, si pas mendimit tim, po jo që unë kam të drejtë, e ka bën një gabim për mua. Nëse kthehemi shumë vjetë mrapa në kampionatin botëror të vitit 1986 në Badrën Meksik, me siguri disa për dëgjuesve tuaj që janë në moshë më të madhe e dinë që në atë kampionat të gjitha ekipet pjesëmarrëse kanë shkuar 3 javë para se të fillojë kampionati botëror. Cila është arsyeja? Arsyeja është aklimatizimi. Sepse nëse shembull ta marrim një Holand, nëse ka qenë pjesëmarrëse atij kampionati, nuk di tash një kohë gjatë ka kaluar, nuk di nëse ka qenë pjesëmarrëse apo jo. Nëse përfaqësuesi i Holandës ka qenë pjesë e këtij kampionati botëror. Llogarisim lartësinë bidetarë të Holandës krahasuar me Meksikën, ku ndeshjet atje janë zhvilluar në lartësinë bidetarë për 3300 metrave. Dhe në lartësi të tilla bidetare, rruzat e kuqe të gjakut janë me numër më të vogël. Dhe duhet shkuar futbollistët një periudhë shumë më të gjatë kohore që derisa të bëhet aklimatizimi. Po llogarit sot për shembull ku një ekip kombëtar shkon shembull prej Vancouverit shkon në Los Angeles, sa kohë është e gjatë e fluturimit, apo nga Vancouveri në Toronto, 4-5.000 kilometra, udhëtimi me aeroplan nuk është udhëtim i lehtë. Secili për nesh kemi udhëzuar me aeroplan, nuk është udhëtim i lehtë. Po llogaritet edhe mënyra të ushqyerit tash për shembull, nuk mund të llogaritet mënyra ushqimit tash nuk ka sikur përpara atëherë. Këtë me recetë. Dhe në kushte të tilla, të udhëtime të gjata, atëherë edhe orari ushqimit me siguri ndryshon dhe ndikon shumë edhe në paraqinë e tyre. Shumë nasi se më Unë mendoj se kampionati botëror i 2022 dhe 2026 ka qenë më shumë biznes se sa futboll. Edhe për këtë fundit të tas. Po nëse atë më deshta me lidhje diçka, si për shembull, unë nuk pajtona me analista, për shembull në televizion, beka e dim, shqyr që kam këtu, edhe kena lu futboll këtu në herë bashk. Edhe dina që shtuat futbollin në Amerikë Latine, edhe që dina që kalu në kampionat bote, po është fat për këta tritë që është vari. Se neve, për shembull, kur kena lu në futboll, ata kam shu brëll, ata ka bo synin qiko, ata ka shkel, gjithë shka faktikisht na e në rrit me qatë futboll. Edhe faktikisht na pëlqen neve që e grinda e qati futbollit, se qaj më do këtë mu që është futboll original. Ti për shembull akon futbollist, ta shtit prekën e ty për shembull ti murcu, ai nuk është te na pa kon faulli 100%, sidomos penalli, pa kon 100% s'ta ka bu kërkosh rëveri. Veç ta ka bu luj, se s'është ai ta bëshën vetëm në angusht në viter. Ai e famën moshkull, aty në faktikisht në atë aspektin që kishte ti duhet me kon burr. Që për kesh në lojën me Paraguajin, por Paraguaj luan çashtu. Unë e përcjell edhe kualifikimet për shembull të ligës Amerikës Latine.
Përcjellë lojt për shembull që luajnë në ligën e Argjentinës. Libertadores. Po, është Boca Juniors, është aty për shembull kur luan Boca me River Plate ekipa pas kartona të kush ndjoj. Faktikisht so futbolli fort, edhe përsa ta vinë shikues me ndezat atmosferë. Nëse na luajna për shembull tak tuk preke, bëne, mua futboll nuk më pëlqen. Më pëlqen një futboll i mirë, për shembull një aksion i mirë, një sane, po edhe një start i mirë, më shumë më kënaq një start i mirë kur e hek këtu për një lojtar, se për shembull që bën një asist për shembull 50 metra. Sot për shembull diagonale ski 80 metra, për para kanë bërë diagonale 80, sot portierit bën diagonale. Asnjë lojtar për shembull merr vesh për short, ato pasat e shkurtë sane. Asnjë lojtar për shembull nuk e ka 60 metra s'mund ta bëjë diagonale. Ka evolu futbolli, fakt. Po luhet futbolli tika-taka, po luhet në hapësina ngushta, ama unë për vete jam jetari atij futbollit për shembull që pa grinda, pa shikues për shembull ti unë vetë si futbollist për shembull kur ardh puna, kur ke lumë në ekip të fortë, edhe të kanë ju nuk është puna që shikues të hin fush me lu. Po aty ty vetë ti të hin trup, faktikisht inshallah kryet jo më shpejt mos ta bëjnë hor. Po ka pas kanë herë për shembull kur janë kon shikues për ty, e të kanë dhënë motivim me sane, vallahi e gjutë ti thëshë po fluturej si raketën aty. Çashtu vetë trupi i njeriu është i programuar për shembull, edhe mendja e njerit për shembull si futbollist. Na për shembull që na kon futbollera ndryshe këshirën futbollin. Për ata po thonë jo bre se ishin ikona që unë edhe mos në futboller i thjesht nëse kam qenë unë për shembull e këshiri futbollin ndryshe. Mu detajet për shembull unë me fëmijët mi kanë erë këshiri thon një faul bëhet mes fushës, hini gol atë margjinin, thashë ja anulan, pse thashë shkeli. Jo be bab se se anulan, thash prit pak. Që shkoj 1 minutë, shkoj u kthy vorë sane, u kthy çe. Pse kuptoj na futbollin ndryshe, domethënë faulli që është determinant kthehet. Edhe një po duhet të thonë që rinia sodet i ka të na kushte, na s'kena pas, unë po të kallzoj me pas të kushte që kanë Kosovë se po ankohen, po jo fusha, jo fusha. Na kena lunë për ara kena lu. Kena lunë e bëjshëm një trekansh, bëjshëm luajshëm kanë herë me prek, një portier. Sot për shembull nuk sheri ni që luajnë për fushat futbollit, edhe që kanë për shembull tona kushtet e kanë der shtëpisë, kanë stadionet, edhe nuk del kërkosh aty. Të na një turnere Bajramit më bë për shembull në Prizren, na ketë mbledh me kirë me shku atë u bëjke çfarë më savizimi u bëjke. E jo për shembull me këto, për shembull kur vike llapi, për shembull fush Kosovë, na fush Kosova shkoj në llape në Prizren, në vllaznimi e Gjakova, sa të vetmet janë të moj çtar vushtërria dhe vllaznimi, faktikisht edhe liria kanë niska pak. Për shembull me shikueshmëri me asaj, po ata do të më kënaqë ata shikues në herë, jo për shembull hin lig tash pushtria, s'ka kushte për me majt. Pa të duhet të është gjina për shembull për një qytet, fush Kosova haron lig 3 për shembull. Fush Kosova tu e ditë që ka bërë 80.000 banor, me nejt në lig 3 është katastrofë. Duhet më vetisu pak më firë. Ka për shembull biznise në fush Kosovë që janë shumë të mëdha, nuk financojnë fush Kosovë, po njëri e marr Ballkanin për shembull, tjetri e marr Ferroniklën e sana, faktikisht ata bizneset që kryen në fush Kosovë. Unë nuk po them që mos minimu Ballkanin aty, po sa do kujtoj minimu pak edhe fush Kosovës, që aty po krijon të ardhmë aty. Ndërtesa e sana që po bëjnë. Atë s'po du me hi në ato se lofi pe lidh lofin, po për rinin e sotit du me folë, për me mri një kategori, për shumë, ne e patëm rastin që tash me Turqinë e sene, për me mri, do të me kodash futbolin, nëse se dënë futbolin ka prind që për shumë i binë thmit veç për kilazha, për sene, o nëse se dënë, nëse bërë his, sa jo, si kur na në shkollë, për shumë, dikur nëse ka dish matematika, e thëshëm matematiki, faktikisht, atë se nashti ju shrodhova me muhabet. Ja, absolutisht. Sigurisht që minutat shkun edhe kemi shumë që me diskutu sepse me një gazetar, me një analist, trener futbollist është gjithmonë pak, por me gjithë atë po besoj që edhe ju falenderoj njëkohësisht që dhat një kontribut të madh në realizimin e këtij emisioni, sigurisht që atë se çfarë dëgjuan dhe pon shikuesit dhe dëgjuesit mbeten të kënaqur. Pasi ta jetit falenderoj shumë për këtë mundësi, besoj që do të takohemi sërish sepse kemi edhe ca emisione deri në fund të këtij kampionati botror. Faleminderit edhe për ti, edhe keni përshëndetje për një shokut tan, besoj që dit e kishëm përshëndet me Mehmet Krasniqin, është një dashamir i futbollit, i madh, dhe ka kontribuar futbollin e Kosovës. Shumë është një aset i Kosovës, ai është mirë më kthyn futbollin e Kosovës me bënë ekip. Unë e kisha propozuar atin edhe pse biznesin e keti ka në Shqipëri, ama është njëri që dëna ka qenë futboller kulminant. Njëri human, padyshim, një njeri jashtëzakonshëm. Cilën e kishim përshëndet shumë. Patjetër Mehmet Krasniqi, faleminderit Bekim për këtë mundësi që të realizojmë këtë emision edhe për kontributin. Faleminderit për juve, gjithmonë jam i nderuar që jam pjesë e Radio Kosovës në emisione si kur ky dhe shpresoj që dëgjuesit tuaj
Kam dëgju pak sa për neve dhe unë I përshëndes kudo që ata. Faleminderit shumë Asit Ajeti, faleminderit Bekim Aliu, të dy mysafirët e nderuar që sot ishin pjesë e këtij paneli dhe realizimin e emisionit special që në tërësi ja kushtojmë kampionatit botror. Faleminderit Vlera Sport edhe një herë për këto pajisje sportive, për këtë skenografi të bukur. Faleminderit të gjithë dëgjuesve të Radio Kosovës dhe shikuesve të cilët na kanë përcjell vazhdimisht në faqen tonë zyrtare në Facebook. Faleminderit në emër të ekipit realizues. Do të takohemi sërish nesër me panelistë të tjerë, por me temën e njëjtë, kampionati botror I futbollit. Faleminderit për vëmendje, vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programin tonë. World Cup na RTK Radio.